Këngëtarja e njohur Shyrete Beluli ka surprizuar fansat me publikimin e saj më të fundit, Kërkoj falje. Kënga vjen me stilin e saj të preferuar, me një melodi të bukur dhe tekst që prek zemrën, duke treguar emocionet e sinqerta të artistës. Fansat kanë reaguar me njëherë duke shpërndarë klipin dhe komentuar mbi fuqinë e zërit të Shyretës dhe mesazhin e këngës. Kërkoj falje pritet të bëhet një nga hitet më të dëgjuara në këtë sezon, duke rikthyer Shyrete në majat e preferencave të publikut. Artikulli dhe kënga e re po nxisin debate dhe entuziazëm në rrjetet sociale dhe shumë e konsiderojnë një tjetër sukses të madh nga karriera e saj. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.